Në qoftë se tashin mediat e raportojnë edhe me foto edhe vendi ku ka ndodhur suicidje dhe mënyrën se si është kryer, do të zhvillojnë atë që quhet copycat ose Werther sindromi ose sindromi i kopijimit. Në një situatë ku për me mujt me, do me thonë vështirësisht nuk kena parë, për mujt me vazhdu linjën e jetës në qatë nivel që kena mendu. Në klinikën e psikiatrisë në baza ditore, ne trajtojmë edhe në mënyrë ambulantore, po edhe në mënyrë spitalore persona që manifestojnë çrregullime psikike, të cilat mund të japin ide suicidale. Parim në varësi prej çrregullimit psikik, të cilin e manifeston, e bëjmë edhe planifikimin për trajtimin e personit që manifeston ide suicidale, sepse duhet jemi shumë kujdesshëm. Merret në konsiderat raportimi që bëhet për personat që kanë kryer vetvrasje, duhet të kemi shumë kujdes, sepse kjo është shumë e dëmshme, për shkak se sipas mendimit tim edhe profesional, raportimi për këto raste nuk duhet të jetë i detajuar, sepse do të marrim në konsiderat faktin se gjatë kësaj periudhe në shoqërinë tonë mund të ketë edhe një numër i caktuar edhe i konsiderueshëm i personave që manifeston ide suicidale, por që se ka marrë forcën ende për ta kryer aktin, dhe në qoftë se tashin mediat e raportojnë edhe me foto edhe vendi ku ka ndodhur suicidje dhe mënyrën se si është kryer, do të zhvillojnë atë që quhet copycat ose Werther sindromi ose sindromi i kopijimit, ku persona që manifestojnë ide suicidale kopjojnë personin që veç e ka realizuar, dhe për fat të keq mund të them që mediat mund të ndikojnë negativisht në ligji aktual. Për shëndetin mendor ka mangësi, dhe këto mangësi edhe janë konstatuar nga Komisioni për Shëndetësi i Parlamentit Kosovës në njërën nga legjislatuarat të kaluarat, mendoj, e kaluara po besoj. Ata i kanë dhënë rekomandimet ku duhet të ndryshohet, dhe ne gjithsesi Ministria e Shëndetësisë e ka kriju komisionin i cili veç e ka përfundu draft projekt ligjin për shëndetin mendor, i cili tash është veç në konsultime publike. Në mujt e parë me kallzu i kena pas dikon 800 thirrje, edhe na gjithashtu ka fundi vitit 2024 kena hapë edhe mundësinë për me na shkruaj me chat në një aplikacion personat. Aty kena pas shumë më shumë, dikon 3.000-4.000 chat që janë zhvilluar me individ. Këto nuk reflektojnë domosdoshmërisht individ unik, në sensin që secila thirrje është prej një personi tjetër, mund të mëkon që njëti njeri na ka thirrë disa herë, por na nuk mundem me identifiku për shkak të faktit që e ruajna na anonimitetin, nuk e dina domethënë kush na thirr përveç nëse ata vetë kallzojnë. Megjithatë kallzon një farë nevojë të madhe për shërbimin. Edhe gjithashtu në mrena 6 muajve të parë të vitit 2025 kena përcjell sapo ka raste të thirrjeve që janë të humbura, në sensin që kanë tentuar me na thirr, po nuk kena pas mjaftueshëm staf për mu përgjigj, apo kanë thirrje jashtë orarit. Aty janë dikon 160 thirrje. Në një situatë ku për me mujt me, do me thonë vështirësisht nuk kena parë, për mujt me vazhdu linjën e jetës në qatë nivel që kena mendu. Andaj o dasht me shkurtu orarin, nuk e di një politik që ka kalu për parandalim të vetvrasjes, nuk është që jenë preokupum me parandalim të vetvrasjes, edhe nuk është që jenë, do me thonë nuk ka strategji në ajsan përgjithësan ligji për shëndetin mendor, nuk e cek kërka vetvrasjen. Një fazë gjatë në një gjendje depresive dhe humbje e motivit për jetën dhe humbje e kontaktit me jetën, mendime destruktive dhe shkatërruese të një personi e determinojnë rrugtimin e tij për një vetvrasje, dhe kjo është si një lloj zgjidhje për me u largu nga boshllaku që një person në një gjendje krize apo në një gjendje depresive e sheh si një lloj zgjidhje të përfundimit të dhimbjes. Ta persona kryesisht nevojitet me marrë trajtim psikologjik dhe me pas ndihmë profesionale, sepse ndihma shpeshherë familjare është e mangat për me përforcu sistemin e vlerave dhe vetbesimit që mund të pas një person në një gjendje depresive.